Agjencia për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sot ka mbajtur mbledhjen e parë publike për vitin 2025, nga ku u prezantuan aktivitetet e realizuara të agjencisë. Drejtori i AVMU-së Zoran Traqevski tha se 3 muajt e kaluar, agjencia ka realizuar një pjesë të madhe të programeve administrative dhe mbikëqyrje mbi radiodifuzerët për planet e vjetore, me çka tha se janë dhënë 8 vërejtje. Ai njoftoi se mbikëqyrja është bërë në të gjitha televizionet, programe televizive, radio në servisin publik, nga ku, siç tha, është konstatuar vetëm një shkelje tek RTVM3, duke shtuar se do të bëhen mbikëqyrje edhe tek televizionet nacionale. Ndërkaq, në lidhje me ngjarjen tragjike të ndodhur në Koçan, Traqevski tha se është bërë një mbikëqyrje e jashtëzakonshme programore shumë ditore në emisionet e transmetuesve për raportimin e tragjedisë, si dhe për pajtueshmërinë e programit të gjatë ditëve të zisë. Nadzori si izvršeni vrstite televizija. Agjencia u dërgoi njoftime të gjitha redaksive të televizioneve dhe radiove në udhëzime se si të përshtatet oferta programore për periudhën 7 ditore të zisë. Natyrisht, ka pasur lëshime, por ato kanë qenë të ralla dhe në asnjë rast të qëllimshme. Në 3 muajt e parë, siç njoftoi Traqevski, janë nisur 9 procedura për heqjen e licencave të transmetimit e radio televiziv. Në ndërkohë, 8 transmetuese kanë paguar tarifën e licencës vjetore të plot brenda afatit të përcaktuar ligjor, pas të cilës këto procedura të iniciuara për heqjen e licencave janë ndërprer nga agjencia. Vetëm TV Shutel nuk ka paguar tarifën vjetore për licencë, prandaj agjencia ka marrë vendim për heqjen e licencës. Ndërka që në mbikëqyrjen e 19 mediave të shkruara, në asnjë nga subjektet nuk janë konstatuar shkelje, ndërsa në operatorët e rrjeteve publike të komunikimeve elektronike janë kryer gjithsej 23 inspektime, nga të cilët, si sqarojnë, 21 janë të rregullt dhe 2 të jashtëzakonshëm.